emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mimbrama ku tash në ndeshni të ndëruar shikues. Një prej temave që u mediatizua së fundi po vazhdon të komentohet shumë për brenda natyrisht, ka të bëjë me një kompani nga Xhilani e cila pretendon që ka nisur prodhimin e dronëve luftarak, ushtarak dhe janë në nivele sipër të zhvillimit të kësaj platforme që është pjesë komplekse e industrisë së mbrojtjes. Kjo bë madhe edhe nga fakti që vetë kryeministri Kurti në nëntor të vitit të kaluar bashkë me kryetarin e Xhilanit dhe shefin e AKI-s, Petri Tajeti, bëni postim publik në Xhilan ku than midis tjerash se po nis ky prodhim i fotove për dronet luftarak. Dhe duke cituar në mënyrë taksative Kurtin që ndodhet dhe në postimin e tij, tash dronet luftarak po i prodhojmë edhe vetë, ka thënë midis tjerash zoti Kurti, dhe dje Partia Demokratike kërkoi hetim nga prokuroria për të zbarë deri në fund këtë skandal siç e quajtën ata, dhe vetë zoti Haradinaj po ashtu tha që kjo është etje e Kurtit për të bërë show e kështu me radhë me një temë shumë komplekse. Kam ftuar ushtarakun e karrierës Hysen Gecaj për diskutuar, jo vetëm për këtë temë, por me gjërë sa kaq. Faleminderit zoti Gecaj, mirëmbrëma. Faleminderit juve. Si keni parë këtë temë që mor për masa të vëmendjes publike, me qenë se vetë kryeministri detyrë Kurti ishte në nëntor në këtë ngjarje në Xhilan? Në fakt, kjo temë nuk është temë e re, ka filluar para disa viteve të flitet për këtë çështje, dhe ju kujtohet mirë kur hera e parë kur kryeministri doli me një deklaratë dhe tha se është ndërtu laboratori për ndërtimin e dronëve. Dhe kaq ishte kjo informacion. Edhe atëherë ka pas dhënë një farënësie kësaj çështje, një pompozitet, mirë po nuk pa të shku për të i kësaj, përveç se asaj deklarate që është bën një laborator. Por çka ka në atë laborator, si është puna, cilat janë kapacitetet, cilat janë mundësitë, nuk kishte asnjë informacion. Dhe në vazhdimën e kësaj, edhe matutja është ecë përpara me deklaratat ndryshme për prodhime, për drona luftarak, për drona për qëllime civile, këto të fundit për qëllime civile edhe mund të bëhen sepse janë shumë më të thjeshta. Për industri mbrojtjes po flasim. Kur flasim për dronat luftarak, atëherë kjo është një çështje shumë e komplikuar, edhe në kuptimin e zhvillimit tekniko-teknologjik, që don shumë resurse, edhe financiare, edhe njerëzore, në kuptimin e pasjes së njerëzve kompetent dhe struktura kompetente inxhinierike, të cilat dinë me kry këtë punë si duhet, gjë që unë mendoj që kemi mungesë në këtë aspekt, sepse nëse kemi një inxhinier softverik, aty kërkohet edhe një inxhinier tjetër që i njeh pjesën tjetër të mjeteve luftarake. Si funksionon kjo në përvojën tuaj, Gecaj? Që një vend të prodhoj armatim, në këtë rast dron luftarak, që sot është pjesë e armatimit me kompleks. Kosova ka edhe specifikat e veta, për shkak se ende jemi në një fazë ku mbikëqyrjen e ka NATO-ja këtu në Kosovë, dhe përgjegjësinë kryesore për mbrojtjen e territorit të Kosovës e ka NATO-ja. Dhe në këto kushte dhe në këto rrethana, patjetër që nuk mund është ti si shtet i pavarur vetvetiu me fillu me prodhimin e dronëve, pa pas edhe një mbështetje të NATO-s të KFOR-it, për shkak se ka të bëjë me çështjet e sigurisë. Dhe NATO dhe KFOR-i duan ta dinë sa është e sigurt kjo punë dhe ky aktivitet, sa ka impakt në punën e tyre në radhë të parë, dhe sa mund ta cenoj ose rrezikoj aktivitetin e NATO-s në Kosovë. Dhe kur e shikojmë prej këtij kanvështrimi, prej këtij prizmi, atëherë patjetër që NATO-ja duhet ta thotë fjalën e vet, dhe do ta thoshte
fjalën e vet, nuk do të rrinte dur kryq, edhe në lidhje me këto deklarata të kryeministrit dhe eventualisht nëse ka një fabrik, gjë që për mua fabrik nënkupton shumë. Fabrika nënkupton që ti ke kry shumë punë paraprake, ki iden, ki dizajnin, ki inxhinierët, ki prodhuesin, investitorin dhe ti veç fillon me prodhue në seri prodhime të tilla, pra dron të tillë. Mirë po unë nuk mendoj që jemi në atë fazë, jemi edhe larg asaj faze. Mund të thuhet që dikush ka në ide, mirë po që të fillohet tash edhe me dron luftarak të eksperimentohet në një zonë ku NATO-ja e ka në mbikëqyrje pa lejen e NATO-s dhe pa involvimin e tyre, është pak sa e vështirë. NATO nuk ka thënë deri tash asnjë fjalë, Gecaj. Jo, se ka thonë. Çka nuk kupton kjo periudhë që ka thënë? E ka marrë seriozisht apo jo? Nuk besoj që e ka marrë shumë seriozisht këtë punë, mbase edhe nuk don me u involvu në aspektet politike të deklarimeve dhe rrin neutral, sepse për të nuk paraqet kërcënim dhe rrezik një deklarate një politikanit, kështu që nuk merren me të fare. Mirë po, kjo është për sa i përket kësaj pjesës sigurisë me NATO në raportet NATO-Kosovë. Gjën komplekse, asnjë gjë nuk mund ndodh. Sigurisht që janë komplekse dhe pa një miratim dhe pa një proces tyne nuk mund të ndodhë. Edhe miratim po e them. Nuk mund të ndodhë. Dikush mund të pretendoj, po, ne jemi shtet i pavarur, po, në rregull është, jemi shtet i pavarur dhe trajtohemi ashtu edhe prej shumë fuqive të mëdha, edhe prej vetë NATO-s në një farë mënyrë, edhe pse NATO-ja këtu është sipas rezolutës 1244, po disa gjëra i kalon heshtje, po kur është çështja të siguria, atëherë nuk ka përcen kur gjë pa e pas edhe ata një informacion detajum se çka po ndodh dhe çka po zhvillohet. Prandaj po them që deklarata e kryeministrit mund të jetë pa prej NATO-s dhe KFOR-it si një deklaratë vetëm për konsum të brendshëm dhe politik dhe nuk don me u involvu në këtë pjesë. Për sqarim të publikut, sipas përvojës tuaj, më fal për ndërhyrje, zoti Gecaj, prodhimi i armatimit nga secili vend sot i hemisferës tonë, po them, a mund bëhet kaq kollaj? Jo vetëm tani. A ka kushte strikte në industria e mbrojtjes? A janë kompanitë të caktuara që janë të licencuara, të patentuara për tregtuar, për shitur software inteligjent ushtarak, si dallojnë, besoj, software inteligjent ushtarak për dronë luftara nga dronet civil, që mund të kontrolloj policia rrugët ose e tjera, ose kushdo tjetër. Po flasim për pajisje të sofistikume ku askush po ngrit dronin nuk mund ta devijoj qëllimin e tij. Ta rrezoj. Qëndrojnë gjitha këto që i përmene, po para kësaj ka edhe një element tjetër që është tepër i rëndësishëm dhe është vendimtar për me ardhur deri te këto procese që ti përmendë dhe kjo është bazamenti ligjor. Na kemi një ligj në Kosovë për armatime dhe municione, mirë po armatime dhe municione civile, për shërbim civil. Gjë që dallon prej kësaj pjesës ushtarake dhe për me ardhur deri te ajo që të kemi fabrika dhe të prodhojmë municione dhe armatime ku hyjnë edhe dronet, atëherë duhet të ketë një ligj i veçantë për armatime dhe për prodhimin e municioneve ushtarake. Duhet ligj i veçantë. Nuk mundesh me qit ligjin aktual për prodhim të armatimeve civile edhe municioneve i cili është në letër, të fillosh me u marrë me diçka ushtarake dhe të rëndësishme. Dhe pastaj, pas këtij ligji, hyjnë edhe rregulloret ndryshme të cilat përcaktojnë strikte, që përcaktojnë detyra dhe obligime që duhet t'i marrin përsipër ata që prodhojnë këto mjete luftarake ose municione. Dhe aty hyjnë pastaj edhe licencat ndryshme, lejet për punë, çështjet sigurisë së ambientit ku punohet. Edhe kujt mund të shesësh atë lloj armatimi. Dhe më pastaj ku mund ta shfrytëzosh atë lloj armatimi dhe ku mundesh me shit atë armatim.
Gjitha këto janë... Nuk është shaka kjo Jo, absolut, është një çështje shumë serioze. Në sytë e publikut Gecaj edhe mund duket atraktive që të shoh mbas aty për aty që mund bëj një veprim një politikan i caktuar duke thënë fenomenale, qofse bëhen gjëra janë komplekse këto çështje. Politikanët duhet të lëshohen deri në këtë nivel që mase të s'po them të tallën, po të tregojnë të pakujdesshëm ndoshta me çështjet e sigurisë për konsum të brendshëm. Përderisa dikush ka një post rëndësishëm në shtet, nuk mendoj që mund të jetë i pakujdesshëm ose duhet të jetë i pakujdesshëm. Ai duhet të jetë shumë i kujdesshëm dhe të ketë një përgjegjësi për deklaratën e tij, mirë po unë e thash më herët, kur ka deklarata politike për konsum të brendshëm, atëherë nuk merren shumë me çështje tjera. Shefi AKI-s atë, po flas duhet mbase a mendoni se mund të jetë ekspozuar ndaj një procesi të lajthitjes vetë kryeministri, nga një dëshire pa analizuar mirë mbase se... Unë nuk po guxoj me besu që kryeministri mund të bjerë në lajthitje në lidhje me këto informata. Unë e di që ai nuk e ka përvojën edhe dijen për to, se është normale, ai nuk është një figurë që i din edhe çështjet ushtarake dhe ato. Mirë po i ka këshilltar të vet, njerëz të vet, dhe kur diçka e ka të paqartë i pyet ata, konsultohet me ta dhe nuk do duhet të ketë rreth vetes njerëz që të qesin në lajthitje kryeministrin për këto gjëra. Mirë po, unë kam përshtypjen që kjo ma tepër është në funksion të politikës ditore se sa që është në funksion të një interesit të gjithëmbarshëm strategjik për nevojat e ushtrisë të Kosovës, sepse po të ishte për nevojat strategjike, atëherë nuk do të kishte arsye dhe shkas për me dalë me dhënë një deklarat të tillë çfarë u dha në opinion këto ditë. Pse nuk do të kishte? Sepse një mas pari prodhimi, nëse realisht kemi mrinj deri te ajo fazë e prodhimit real të dronëve dhe kemi një stad bukur të lartë zhvillimit, në radhë të parë do duhet kishim kujdes dhe të mos deklarohemi shumë për këto çështje. Mos bëjmë ekspozita, Mos të bëjmë ekspozita, mos të japim shumë informata, sepse jemi në fazën fillestare dhe procesi mund të na dëmtohet prej armiqve tonë, prej kundërshtarëve tonë, cilët me çdo kusht dëshirojnë me arrit aty dhe me dështu një projekt tillë. Prandaj edhe deklaratat duhet të jenë të kujdesshme dhe të matuna. Mirë po kur nëse s'kemi diçka serioze në këtë drejtim, atëherë mund të shfrytëzohet edhe për aspekte politike, për një pompozitet ditor politik dhe me cilin një masë të madhe të popullit e entuziazmojmë, e majmë në një adrenalinë. Fundit tani? Po shohim që nuk ka qenë gjë serioze. Në planin afatgjat është e dëmshme dhe jo serioze, mirë po në planin afatshkurtër mund të fitoj një mbështetje politike për të pas një pushtet më të fortë në dorë për momentin, sikur që ka ndodhur në këto 4 vite që shumë gjëra në realitet që janë deklaruar politikisht nuk kanë ekzistuar në realitet, po ajo e ka marrë adrenalinën e një pjesë të popullit në atë nivel sa që liderët kanë fituar mbështetje politike për ato deklarata tyne jo reale, të pavërteta. Dhe kur themi që ka më pastaj efekte retroaktive negative, na veç po fillojmë të shohim disa efekte negative të disa deklarata të mëhershme, të cilat në atë kohë nuk jenë marrë shumë seriozisht për shumë kujt dhe jenë mbështet, sepse kur një deklaratë një politikani tingëllon mirë për veshin e qytetarit, ajo mbështetet. Por kur qytetaria nuk është në gjendje vetë me perceptu sa është e sinqert ajo deklaratë ose pa sinqert, atëherë pasojat janë aty, evidente janë. Dhe unë po e them që prej shumë deklaratave ne kemi pas ma shumë dame se sa dobit kanë qenë për politikën momentale, një përfitim për ta, po për vendin dhe për popullatën jo.
qoftë këto në kuptimin politik, qoftë në ekonomi ose edhe në sferën e mbrojtjes, gjithkund kemi këso deklarata është pamotme edhe të dëmshme për vendin për fat keq. Në vend që të shpenzojmë një energji, se kur ti shpenzon kaq shumë energji për disa gjëra që nuk kanë të bëjnë me realitetin, atëherë kishe mujtë edhe dikun ndoshta më pak. Cila është pjesa që të brengos më shumë tek politikanët sa i përket sferës së mbrojtjes? Pjesa ma shqetësuese është dobësimi ose prishja e raporteve me miqtë ndërkombëtar, cilët janë krucial për ekzistencën e Kosovës edhe shtetit të ri të Republikës të Kosovës, sepse na po e shohim lëvizjet globale për cilat kemi folë edhe në këtë studio më herët me juve dhe që në opinion shpesh jenë edhe keq kuptuar edhe ndoshta na kanë thonë kanjëherë ndaj fjalë të keqe edhe ty edhe mua për to. Mirë po tani po dalin ato gjëra sepse në sferën globale po shihet që bota dhe fuqitë e mëdha janë ty nda sferat e tyne të interesit. Dhe çka është detyrë dhe obligim i popujt vegjël dhe shtetet të vogla sikur që jemi ne. Është detyrë që ta gjej vendin më të mirë dhe më të përshtatshëm për veten kuadër të këtyre ndamjeve të mëdha. Sepse na nuk jemi faktor që diktojmë se çka ka me bë bota në raport me interesat e përgjithshme ose çka ka me bë në raport me neve, se s'na pyesin shumë. Po e shihni rastin e Venezuelës, shkoj, kidnapoj kryetarin aty, nuk po du me hynë në atë pjesën a ka qenë ai mirë, ai keq, ai njeri, mbas edhe ka qenë i keq. Mirë po jam të folë për diçka, për kapacitetet dhe mundësitë cilat i ka një superfuqi në raport me shtetet tjera që janë më të vogla, e sidomos shtetet e vogla si që jemi ne këtu, Kosova, Shqipëria, Serbia, Bosna, Hercegovina dhe këto. Këto zhurmat që i bojmë na mrena për mrena Ballkanit, perëndimor në përgjithësi, këto janë zhurma që i njim veç na këtu. Për botën nuk janë shumë problematike, i ngulfatin kur dojnë, i rregullojnë kur dojnë, mirë po deri në atë momentin kur do t'i rregullojnë, na do të kemi problemen me zveti këtu dhe shtytje aneje knej, do të kemi deklaratat pamatshme, të palogjikshme dhe do të kemi edhe veprime të palogjikshme. Do të Gecaj, Kosova u bë pjesë e Bortit të Paqes, një iniciativë kjo e vetë presidentit Trump. Po ashtu dhe Shqipëria, në rajon Kroacia, refuzoi të jetë aktualisht pjesë e kësaj iniciative. Zoti Kurti ende nuk ka thënë asnjë fjalë për këtë iniciativë. Në vështrimit tuaj, ka pjesëmarrja e Kosovës në këtë bord? Që po nisna prej një premise tjetër, simpatia ose pasimpatia ime për zotin Trump, konkretisht. Do të lëm anash atë pjesë, po të flasim për interesin e vendit edhe të shtetit. Dhe kur fillojmë prej kësaj, atëherë mund të thuhet që për Kosovën kjo është e rëndësishme. Pse është e rëndësishme? Janë shumë faktorë, por faktori i parë dhe që bjen sy në shikim parë është afirmimi i emrit të shtetit të Kosovës si shtet, ku menjëherë bjen sy që një shtet i ri si Kosova është në optikën e një personi shumë të rëndësishëm që po luan një rol tepër të rëndësishëm në botë. Dhe kur je i mbështetur aty, atëherë vijnë edhe disa benefite tjera me radhë. Mirë po, gjitha ato benefite se a do t'i përfitosh apo jo varet edhe prej politikave tua të mbrëmshme. Po si hapi parë është mirë, është në rregull. Është pranuar ftesa dhe është e logjikshme që prej Kosovës të pranohet një ftesë e tillë dhe e dobishme, për dallim që disa shtete tjera nuk kanë nevojë, pse ju e përmendët Kroacinë. Kroacia është antare e shumë strukturave të rëndësishme. Nuk ka probleme subjektivitet në saj ndërkombëtare, jo. Ndërkombëtare, kështu që nuk e ka atë probleme subjektivitet të vetin, ndërsa Kosova është ende të luftuar me shku ka një subjektivitet që qënë pesh, e që është i plot,
dhe që lunë një rol spaku përsa i përket interesave të veta të mbrëmshme. Ky do të jetë hapi i parë. Të tillë që edhe kanë quajtur klub privat të president Trump, siç është Besnik Pula, një këshilltar i vetë kryeministrit Kurti. Për fat keq e quajnë klub privat edhe mund të jetë. Hajde, po shkojmë edhe deri aty që edhe mund të jetë klub privat, mirë po i kujt. I një personi që për momentin krejt botën po ta sjell në gisht. Një personi i cili kur ulet në tavolinë është presidenti i SBA-ve, është presidenti i SBA-ve, nuk është dikush që flet në odën e tij atje personale dikon, po flet në emër të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe cilat janë benefitet për Kosovën në këtë rast aty. Faktorizimi, e tham, është i rëndësishëm për Kosovën. Një, e dyta, në qoftë se ky bord po quhet bord i paqes, kjo po t'jep sinjal që ky bord do të merret me gjitha krizat në botë ku janë për të krijuar një paqe përveç Gazës, për të krijuar një paqe dhe në këtë kuadër hyn edhe Kosova me Serbinë. Edhe pse Serbia nuk është e ftuar atje, nuk është pjesë e këtij bordi, po Kosova është, po ky bord ulet bisedon edhe për problemin që ka Kosova me Serbinë. Dhe ku është avantazhi i Kosovës në këtë rast? Është që prezenca e Kosovës në atë bord e ofron edhe me shumë shtete tjera cilat janë anëtarë të këtij bordi. Dhe ja jep mundësinë e një komunikimi drejt për drejt me ato shtete. Disa prej atyre shteteve, shumica prej atyre shteteve nuk e kanë njoft Kosovën dhe është një mundësi e mirë me u përafru dhe me njoft Kosovën. Dhe dyta, disa prej atyre shteteve janë që kanë pas në fakt një të kaluam pak a shumë edhe sikur ne, dhe e kanë një mirë kuptim për Kosovën dhe për kërkesat tona. Mesazhi është që Kosova është shtet. Ky është vizioni i saj është të jetë kontributore e paqes kudo që ajo ka nevojë. Kudo për cilën ka nevojë, paqja nevojë. Edhe kjo është mesazhi. Dhe mesazhi më i madh është për Serbinë e Rusinë, që rrëfimi për Kosovën është rrëfim i mbyllur. Kushdo që prek këtë rrëfim, prek interesat e Shteteve të Bashkuara. Këtu Kosova tani ka mundësitë e veta shumë të mira për ta shprehë veten lirshëm dhe për dalë konkretisht me një qëndrim, sepse tash kur themelohet ky bord sigurisht që do ta ketë edhe një strukturë të vetën, do ta ketë një statut të vetin, në mënyrën çush do të funksionojë. Dhe në kërkesat se çka do të plotësoj një shtet për me u parafru edhe me përmbyll një krizë, se për kriza po themelohet ky bord, atëherë ato kërkesa definohen që ato dokumenta dhe kjo është një mundësi dhe shans i jashtëzakonshëm për Kosovën që të jetë pjesëmarrëse në përpilimin e atyre kërkesave, të cilat kërkesa mund edhe do të ishin shumë dobi edhe në interes për vetë Kosovën. Dhe kjo është ajo mundësia ku Kosova mund ta shfrytëzojë për përfitimet e veta, prandaj nuk duhet të lëshu një hap i tillë dhe një mundësi e tillë nga ana e Kosovës. Opozita në Kosovë e përgëzoi zotin Trump për ftesën që ja bëri Kosovës dhe ishin mjaft të inkurajuar për mundësitë që do t'i ketë Kosova me pjesëmarrjen këtë bord si shtet, por heshti deri tani zoti Kurti. Si e shpjegoni këtë heshtje të tij, zoti Gecaj? Para se të kalojnë këtë, dua ta përmend një gjë që ti edhe unë e maj men edhe gjeneratat më të vjetra, por gjeneratat e reja nuk e majnë men kohën e okupimit. Në atë kohë kur në jepte mundësia me bisedu me një senator Amerikan, qoftë edhe në një kafe dikun, Kosova e shifte një dritë në fund tunelit në ato kushte të okupimit. Tash kur jemi në paqe, Kosova si shtet me përfaqësues të vetin, këtë rast presidentin e Republikës të Kosovës, prezente në këtë bord, është e qartë se ku e ka pozicionin e vetë Kosova. Mos reagimi i kryeministrit prapë unë e shoh si veprim i tij personal, politik. I mençur apo i pa mençur? Nuk mendoj që është i mençur,
për shkak se në qoftë se Kosova ka interesa të cilat i folëm në këtë rast në këtë bord, edhe ka përfitime për shtetin, atëherë nuk është mençuri me hesht, po është mençuri me mbështet, me përkrah. Dhe me dalë shumë qartë me qëndrim rreth kësaj çështje. Por në qoftë se prap si kryeministër ky ka detyra dhe obligime para qytetarit vet, në qoftë se është bo gabim pjesëmarrja e Kosovës në ato instanca, atëherë duhet me njoftu opinionin për gabimet që i kemi bërë. Me qenë publik qëndrimi. Edhe me thonë, mirë, presidentja jonë ka shkua atje, ka përkrah, ka mbështet krejt, është pjesë e kësaj, po na kena mi pas qëtu pasoja prej këtij veprimi. Populli duhet me ditë, duhet mu përgatitur. Heshtja nuk është zgjidhje. Për të mirën edhe të keqen. Heshtja as pak nuk është zgjidhje, përkundrazi. Sjell huti, sjell konfuzitet, është edhe një sinjal që mund të ketë një lloj ofanzive politike në emër të kësaj, më pastaj për cilin nuk dim shumë në këtë moment se çka do të pasoj, por gjithsesi unë mendoj që nuk është qëndrimi i mëshëm heshtja. Zyra ovale e president Trump e ktheu në ligj për sigurinë kombëtare të SBA-ve, një dokument strategjik që nxori Kongresi, dy dhomat të tij dhe kështu me radhë, dhe Kosova ka vëmendje të veçantë Ballkani Perëndimor, dialogu Kosovë-Serbi, detyra që ka marrë Kosova dhe Serbia nga plani franko-gjerman dhe me marrëveshja orit ku thuhet në mënyrë taksative që pa humbë kohë Kosova dhe Serbia duhet t'i vënë zbatim këto detyrime, ta kenë për qëllim ambicien për të bërë antar në BE dhe të kenë ambicie ta kenë shansi për të bërë një det antare të NATO-s, ta kenë këtë rrugë. Dhe kushdo që pengon këtë qëllim të SBA-ve, realisht pengon interesat amerikane, mund të ketë edhe konsekuenca. Duket për ju, zoti Kecaj, që SBA-t e kanë dinamizuar interesimin për ta mbyllur rrëfimin për Kosovën dhe Serbinë? Çka flet kjo strategjia e mbrojtjes kombëtare amerikane? Tash kur flasim konkretisht për këtë strategji, është një risi dhe një sinjal për veprime të forta dhe konkrete. Megjithëse kur e shohim strategjinë globale të përgjithshme të SBA-s edhe prej viteve të 90-ta dhe këndej, po ndoshta edhe më herët, ata kanë pas një vizion për regionin përgjithësi dhe në veçanti për Kosovën dhe Shqipërinë. Dhe asnjëherë nuk janë shmang prej asaj strategjie. Neve çka na ka hutu ka njëherë, ndonjëherë na ka friksuar, ndonjëherë na ka trimëruar më tepër, është momentet dhe rrethonat gjeostrategjike të përgjithshme në botë ku her pas herë SBA-ja është dashur me u fokusu dikun më tepër dhe na kemi fitu përshtypjen që s'po merret me neve. Po ajo s'është larguar asnjëherë prej kësaj dhe tani ky ligj i fundit, i cili i mundson Shtetet Bashkuara të Amerikës për një ndërhyrje edhe politike, po nuk përjashton edhe ndërhyrje të llojeve të ndryshme të tjera në zgjidhjen e problematikave në Ballkan përgjithësi dhe në veçanti për Kosovën dhe Shqipërinë, janë shumë në interes të Kosovës, në veçanti sepse dihet për Shqipërinë ajo veç e ka marrë një rrugtim qartë ka, po Kosova ka këtë problem me shtetin fqin, këtë rast me Serbinë, ku shumë probleme nuk janë zgjidhur dhe kjo në farë mënyre i çon sinjal edhe politikanëve kosovar edhe aty në serb që ka ardhur koha që përfundimisht të përmbyllet kjo çështje. Në çfarë niveli? Me njohje reciproke, taksativisht thuhet. Sigurisht me njohje reciproke, sepse ata janë të vetëdijshëm, që kur nuk ka njohje reciproke, aty më pastaj ka mundësi të lindin probleme më vonë. Prandaj është edhe kërkesat taksative. Edhe në mandatin e parë ju kujtohet zoti Trump kur i ftoi përfaqësuesin e Serbisë dhe në atë kohë kryeministrin në 4 shtator 2020 të Kosovës. Atëherë kishte po ashtu një qasje bukur shumë serioze, po me një mënyrë tjetër të veprimit, me një taktizim tjetër ku
synoj që përmes disa marrëveshjeve ekonomike në mes Kosovës dhe Serbisë, në fakt të përmbyllen ose të ju ngushtohet hapësina aty në mundësive për me pas armiqësinë mes veti. Sepse kur ty e hap transportin, lëvizjen e lirë, qarkullimin e lirë të mallëve dhe njerëzve, kur aeroporti i Prishtinës funksionon dhe zbret me aeroplan në Beograd dhe një varg çështjesh tjera, atëherë çka mbetet aty mbetet veç me thonë mirë, mos kemi probleme tjera, duhet edhe njohjen de facto. Kushdo politikan që zvarrit këtë detyrim, secili që ka në formin e tij, që ka marrë në Bruxelles në orë, në rastin e Kosovës dhe Serbisë, do të përballet me shëbat direkt tani, jo me bejë. Jo me një bejë të gjysmë të molisur të atë. SBA-ja edhe këto 2 vite të fundit, sidomos në këtë vit ku kishim një qeveri në detyrë as ne as kënej, e ka thonë një fjalë që është dashur secili me javnu veshin edhe me kuptu çka po thotë. Me disa veprime të kaluara qeveria e Kosovës ka prek edhe interesat e SBA-ve. Çka do thotë kjo? Kjo do të thotë që është një paralajmërim që aty ku preken interesat e SBA-ve ka edhe pasoja të mëdha. Mundet dikush me tregu veten si patriot edhe me thonë mos më interesojnë interesat e SBA-s, po më interesojnë të mijat. Mirë, po ky kishte me qenë gabim nëse këshyren kështu. Se po, mu më interesojnë interesat mas pari të vendit tem, në rand parë, të shtetit tem. Mirë, po du me këshyrë cilat janë metodat, mënyrat që mos me i dëmtu edhe ato interesa amerikane. Kurti ka dhënë këtë deklaratë nga SBA-t, në njërës e tjetër, po e parafrazoj, ju shikoni punë tuaja, ne i shikojmë punë tona. Ashtu nuk ka më në botë, s'ka pasas në kalumen. Vetëm ata lider që kanë dashtë Por pse të këtë ndrojtje nga SBA-t? Vetën, Pse qëtë mesazhi i frikës për SBA-t? po është gabim. Mesazhi i frikës nuk ka nevojë të përqohet dhe nuk ka nevojë të potencohet fare. Frika është prezente nëse ti punon gabim. Nëse ti nuk din me akomodu interesat tona Në platformën e interesave të sferë, po. Në interesave ndërkombëtare. Po i shohim edhe shumë shtete tjera, edhe më të fuqishme, bile edhe fuqi bërthamore, të cilat kanë nevojë me u pozicionu, apo dojnë me u pozicionu dhe interesat e tyre me lidh me interesa ruse, apo dojnë me interesa amerikane, Kineze kështu me radhë. Nuk mund të jetë Kosova përjashtim. Kështu munduhet deri dikun, sa përsye faqe edhe Serbia me nejt në tri ullë se jo une do të rri neutral, i hapun me këta, i hapun me ata, po në këto rrethona kur sferat ekonomike edhe të interesit janë duke u nda prej fuqive të mëdha, ti veç duhet me ditë ku e ki venin. Duhet me ditë se të kemi hamendi ka kim venin. Në publik duket që ky lloj debati që ka ndodhur edhe në kaluarën, edhe kur Abdullah Hoxha kryeministër pasi u rrezua kur dhe rrezimi i tij kishte një arsye, një debat base me replika që nuk mund të shkoj ta kërcas tapën e shampanjës dhe festoj pak a shumë me një tavolinë ku mbi hartën e Kosovës janë thikat tjera. Nuk kanë munguar të deklarata këto dileme, këto deklarata dhe ky fjalor i këtij llojit në fakt unë e shoh si pafuqit liderit. Nuk ka fuqi me i zgjedh problemet që i ka, nuk ka dije, nuk ka mundësi, atëherë del me deklarata të forta për me përfituar një mbështetje patriotike për i njerëzve këtu mrena. Sepse e din që nuk ka arrit në atë nivelin sa me shku me zgjedh problemet e mëdha të fuqitë e mëdha siç është SBA-ja, një mbështetëse vazhdimisht e popullit të Kosovës dhe ata kanë dhënë sinjale të qarta. E përmena më herët interesat amerikane që i kanë përmend, mos na i prekni interesat. Akomodonu
interesat e juaj akomodoni me interesat tona dhe ecim bashkë. Dhe ana tjetër është përmend edhe më herët edhe prej ambasadës këtu edhe prej institucioneve shtetënore amerikane që Amerika me popullin e Kosovës nuk ka asnjë problem. Ka problem me një udhëhec dhe e ka thonë me emën. Po, Dhe kjo është problem. Dhe këtu duhet të mendohet mirë politika e kosovare, pra shqiptarët e Kosovës duhet nalen të menojnë cili është ai mesazh që po na vjen prej atij dhe ç'është duhet me zgjedh nga këtu mrena. Dhe me ju shmang problemet që mund të na i sjell në diçka e tillë, në deklaratë e panevojshme, sepse deklarata aq të forta politike, karshi një superfuqie botnore, e thash që janë dobësi e leadershipit, sepse ai don tash këtu me kriju një bazament fort për me qëndru në pushtet, po në planin e afatgjat ato sjellin dome. Po megjithatë miqtanë janë të kujdesshëm. Janë të kujdesshëm. Pse janë të kujdesshëm? Janë të kujdesshëm jo vetëm për shkak të interesave tona, se kur ne si mbrojmë interesat tona, pse me ti mbrojt ai. Mirë po është edhe interesi global i përgjithshëm. Në gjeografinë evropiane, Kosova është një pikë e zezë në hartën e kësaj gjeografie. Dhe këtë pikë të zezë nuk dojnë me e pa as Amerika, as Evropa, as njëna nuk dojnë me e pa, dojnë me eliminu se ka edhe probleme tjera dhe nuk dojnë që këtë njollë, këtë pikë në Ballkan në përgjithësi, ku është Serbia si faktori kryesor destabilizues, ta lanë të hapun që ta shfrytëzojë Rusia ose Kina. Dojnë me përmbyllë dhe me ecë për para, me u marrë me tjera probleme më të mëdha, më të rëndësishme. Brenda vitit besoni që do të detyrohet Kosova dhe Serbia ta vënë zbatim marrëveshjen e orit, aneksin e orit dhe planin frango-gjerman që arritën në Bruxelles. Në 27 shkurt 2023 e kuptoj. 18 mars në orë. E kuptoj. Është pak e vështirë të flitet për afate kohore, sepse këto lojnat politike të mbrëmshme kanë njëherë prishin edhe ato planet edhe të fuqive të mëdha për vendin këtu. Po e bëj këtë pyetje Geca sepse tash edhe në po, Serbi ka njoftime që në Washington tashmë po përgatit një dokument. Megjithatë është fol për muajin maj, prill atje dikun që SBA-ja do të dalë me një qendrim të premtë. Dalja me një qëndrim të premtë nuk është zgjidhje me njëherë, mirë po është një fillim i mirë edhe i marrë që për një afat shkurt me u përmbyllë, sekuencon dhe e zgjedh problemin. Keni shpresë të kjo? Kam shpresë të kjo, shpresoj që do të bëhet, po do të ketë edhe rezistencë që kjo mos ndodhë. Dhe rezistenca vjen prej Serbisë në rand parë se ajo nuk e ka një interes që me u stabilizu rajonin përgjithësi dhe është edhe në presionin e Rusisë anej. Mirë po mund ndodhë që edhe për shkak të interesat ngushta politike këtu në Kosovë, të këshyri me shtyja të punë sa ma anej që të rrim edhe pak në pozicionet ku jemi këtu. Në Nankth duket që janë, në Nankth nuk shihet që janë të entuziazmuar në atë se çfarë pret politikësh Kosovë nga detyrat që ka marrë në tavolina ndërkombëtare. Nuk shihet që janë. Nuk ka një entuziazëm tillë, por deri te një zgjidhje e këtij problemi ka njëherë entuziazmi i dikujt edhe mund të letë anash, mund gjinën forma tjera për me ecë përpara dhe unë jam i bindur që ato qëndrime që po i merr SBA-ja në veçanti, ato do të ecin përpara, do të shkojnë përpara. Do të ketë të falenderoj për kohën. Faleminderit juve. Lutem. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.